Jo, e zani nuk më pengon, po më pengon në zhurma, se një lidhje me Zotin është edhe në heshtje, në vetvete është shpirtërore, është ashtu të dalish edhe të piskasish. Nëse du në Zotin, nuk kam nevojë me thonë unë jam katolike ose hebreje ose budiste, po ti është ajo jotja personale dhe ri edhe bisedo me Zotin. Kam ato lutje unë në dhaj, unë jam fëmija tina, edhe ai më dëgjon, e për atë është unë edhe ai. A më lejo të hapësh një kompliment se nuk të njofta? Po, kemi takuar para disa vite me ty. Po, si vjetër më jam marrë, sigurisht, po, sigurisht. Çfarë plakësh më i ti? Jo, nuk plakam, se shpirti nuk plakët. A, nuk plakët shpirti? Sigurisht, nëse o shpirti ri dhe trupi e njek atë. Tregon atë sekretin që s'po plakësh. Po thëmë, të duash njerëzit. Të duash njerëzit, të dhurosh mirësinë. Është dhurat e bukur dhe trupi reflekton në atë punë tjetër. A ka dashuri sot? Dashuri? Ka dashuri me interes, dashuri vërtet, dashuri e rënjës, por me faleminderit Zotit që nuk është ashtu si vendeve evropiane. Prapë në Kosovë, këtë palloq, është e bukur edhe ka ala njerëzimi, edhe ka ala dashuri. Edhe mendoj që sa më ngadalë do të shkojmë në zhvillim, dashuria do të bie tonë. Por të dua është një tjetrin është diçka shajte, edhe të thëmë të drejtën, folim pak si fillova unë. Po pra filloja të? Si fillova unë, edhe dashuria është për shembull në 1 milion sperma jo në atë moment, por ajo vezorja e zgjedh njonën. Ajo zgjedh, pra femna zgjedh, nuk e zgjedh mashkulli, edhe ti të mos ta dhurosh atë person, edhe mos t'i japish dashuri, të abuzon, të bëndë shprejhët dhe dhune, dhe asaj kryese të cilat Zoti e ka kryua pi një pike, a është më katë? Ju lutem, respektoni sa më shumë femnët. Ato janë nanat e juja, ato janë motrat e juja, ato janë dashuria të juaj të cilët e keni dhonë edhe një drenofil të lullet e lullirisht të stime, por edhe shumë se në tjera të cilët keni dhonë luft si një burr të fiton një femën. Po të lutem, respektoje derisa t'jeton. Se nuk ka diçka ma vlefshëm, as paraja, as pasuria se një respekti edhe të kesh respekt dhe një femëne. Po më thamë, pikrimit, aty fëmijës që ta linë ty, edhe tjera që nuk zgjasë. Ju na patë para bisedës që jeni e besimit katolika, po? Po, nuk është ajo primare, ishte tema tjetër lidhur, nuk është primare ajo, por unë e thamë që Zoti është dashuri, edhe të fillojmë me Zotin, edhe këna fillojmë me Zotin, edhe të vazhdojmë ashtu. Të dashurohemi njëri tjetrin, pa marrë parasysh si dhe fej për kasin. Të jepish diçka të mirën, të jepish një bushqeshje dikuj, a është e bukur, a nuk kushton fare. Ashtu është? Po, a nuk kushton fare, ju dua shumë. Para bisedës, tha që e dëgjuam ezanin duke thirr, po gjën. A tha pse ky ezan, ka shumë kjo zhurmë? Po, thash. Të pengon kjo? A më pengon ezani? Jo, ezani nuk më pengon, po më pengon në zhurma, se një lidhje me Zotin është edhe në heshtje, në vetvete është shpirtërore. Nuk është me piskama, me petarda, si e festojme çdo festat e ndryshme, por është me diçka shumë individuale. Nuk është bash ashtu të dalish edhe të piskasish. Nëse du në Zotin, nuk kam nevojë me thonë unë jam katolike ose hebreje ose budiste, po ti është ajo jotja personale dhe ri edhe bisedo me Zotin. Edhe me mirësien, ajo në fundit, ajo në jep një rezatim të bukur të cilit do ta njekim të rjetën. Ke besim Zot? Po, sigurisht. Kjo lidhja me Zotin si është për ju? Po, është lidhja sigurisht që është. Po lutje? Po, sigurisht. Po e kam ato lutje unë në dhaj. Unë dhaj? Po.
Atë ko pak përgjithsisht unë dhe ai, si? Unë edhe ai, se besoj që vetëm ai, unë jam fëmija tina. Edhe ai më dëgjon. E për atë është unë edhe ai. Është diçka shumë e madhe që dikush ka ardhen të bëhet njeri dhe të ma jep atë mundësi që unë edhe Zoti të jem në njëjtën nivel të bisedës. Në të gjitha me është gjithë pështetshme, ka të gjitha mundësitë, krejt është okej. Por unë edhe ai nuk bisedojmë, ai nuk din çka lypi unë. Ka të parë në një herë m'fal? Po po jena njerëz. Jena njerëz dhe kena hallat të gjithë në mënyrën e vet. Edhe them o Zot faleminderit, them as pari, edhe kur e kam keq. O Zot ndihmojëm, edhe atëherë. Edhe kur ta ndi ambulancën, kerin e ambulancës që vazhdon të o Zot ndihmoj. Edhe atëherë lypi ndihmë, edhe për atë që se di kush është aty brana, pra Zot ndihmoj. Po që besimet katolik, a ki pasur ndonjëherë e kritikon nga fetë, domethënë këto? Jo, unë e kom shoqe shumë muslimane, por kur nuk e kena primare ajo fete, unë ja respektoj Bajrami, Ramazani, edhe ma respekton fetë e mija të krishterat, si Krishtlindjet edhe Pashkët, si të fetë, festat shumë të mëdhaja të cilat janë. Por nuk kam problem në Prizren, nuk kam, unë ju thash, unë u ktheva për Miami, po unë këta njerëzit i dua. Nga Miami u ktheve, si e kemi Miami, si e kishëm? Ajo është i bukur, po pa shpirt. Pa shpirt, se po dua pa shpirt? Se unë e thash pak para, se të duash diken, është me busqesh me ty dhe me thonë mi mërdjes, unë sa të vi për shpijes, mua 100 vetë, mi më ngjes të ta file. A ka diçka ma pasur se edhe ma bukur se që kjo? Nuk ka. Unë besoj që s'ka. Që kjo është ajo shpirti i Prizrenit të jashtë të gjithë Kosovës edhe që ka njerë po devijojmë edhe po shkojmë nga gjanat e shpejta, por alo ekziston. Po gratë si shesot, a ka devijim të gjenia femërore? Si menoni devijim? Devijim në çifte, në lidhje, në raport? Jo, nuk e marr ashtu. Tash çdo person është vetë për vete, dhe të gjithë jena njerëz dhe duhet me pas respektin dhe njëri tjetrit, por edhe vetë rregullat edhe vetë besimin në vetë dhe vetë mbrojtjen vetës. Në para disa kohë ka qenë shenjë Agnesa. Agnesa ka qenë në kohën e Dioklecianit, një vajzë të cilat kanë dashur me dhënue. Edhe ajo ka thonë, ma mire vdekur se e dhënuar. Pra duhet të më prek trupin tim, vetëm ai të cilin me dashuron. Pra ta vlerësojmë trupin tim. Ta vlerësoj unë trupin tim, edhe se ta vlerësoni të rrugë. Asot keni jo vlerësime ekranit, internetit, se diçka tjera, por duhet të bisedohet shumë a shumë. Çka është e mirë? Po vlerësoni femër sa duhet? Një grua sot? Vetë-vetën, por unë thash është individuale, dikush po, dikush jo. Do kam qenë edukatora dhe kur i mësojsha fëmijët në konvektit të jeni të mequra dhe të jeni të ndershme, që kur shkojnë në Shadërvan, të dridhe Shadërvanin për mequrisë, i ndershmerisë. A më doke që kjo është ajo të gjithë therbi të gjitha gjanave të cilat duhet me pasur. Kredim tonë për du një mesazh gjitha grave, femrave, që u kështë thonë diçka, një mesazh? Sigurisht që këshillat të femrave, sigurisht që të respektoni mas pari vetën, edhe lejoni të ju respektoj dikush. Dyta nuk mos e nënvlerësoni vetë që nuk mundeni. Të gjitha gjanat munden. Por ju mas pari me thënë se femna po shkon për para me do gjana. Femna merr shumë shpejt për parimin ose hapjen e të gjitha rezonave të cilat janë, derisa ta mashkulli ka me në lek dugagjinin. Nuk kam kur gjë kundra lek dugagjinit, por të rrisish një vajzë në shekullin 21, mashkullt të met në shekullin 15, nuk përputhen do gjana. Edhe gjithë një kam me qenë konflikte. Po ju lusë, ju mashqi të zgjohu një pak, edhe nisuni të shkoni në shekullin 21, por
Nuk do të thotë që ajo është vetëm zhvillimi, nëse ka biseda, të gjitha gjanat e kalojnë. E dashur, e shijova këtë intervistë, po të përshëndes shumë, Edhe unë ne ju juve përshëndes, tore më të mira aty.